Kjo është periudha kur tokat bujqësore duhet të ishin të punuara dhe të kishin nisur mbjelljet e para, por pasojat e përmbytjeve të këtij dimri po i detyrojnë banorët e fshatit të Bot që vit pas viti të braktisin gjithnjë më shumë bujqësinë. Ato pak familje që kanë mbetur tregojnë se aktualisht po punojnë për pastrimin e serave dhe të tokave bujqësore me qëllim nisjen e të mbjellave pranverore. Megjithatë, këto procese pritet të vënohen pasi toka vazhdon të jetë mbi ngopur me ujë dhe dëmet e shkaktuara janë të konsiderueshme. Tash, ma nuk është aq mirë, prep më qashe, që zhvillohet as shega si sana. E me të mjella, si keni kënë? Me të mjella, keq marë, po, lakshtinë e male. Pra ka unë ndikim keq për mbytja? Për mbytja, për shkujtojti, se marrë vetin edhe 6 muaj. Të punë të është i punë me hep klas mas bastanit, me mjellë mëllator të në sera, i ta punë janë mërë, bëjësia i ta ko. Ja, s'ka në filluar la, toka është lagë, se ka nëjë 2 muaj ujë, vojnë bahan për mund mja. Përimit e stinës? Ja, asisan. Zara kërët. Ka ndiku negativisht për atë? Shumë negativ, shumë. Përmbytja të lënë mrapa me gjithka. Përmbytjet e përviçme kanë ndikuar drejt për drejt në këtë zonë si dhe në fshatrat e tjerë të anës së malit, duke dëmtuar si bujqësinë ashtu edhe blegtorin. Dikur e njohur për tokat pjellore dhe rendimentin e lartë, sot zona ka humbur ndjeshëm këto vlera për shkak të pasojave negative që kanë lënë vërshimet e ujit.